الحمد لله الذي جعل الدنيا دار ممر لا دار المقر وجعل الآخرة دار القرار نحمده سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه ونستعينه على طاعته ونستغفره من ذنوبنا وتقصيرنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Gjëmatin nderuar, Allahu i lartësuar na urdhëroi që t'i bindemi atij. Pra bindja ndaj Allahut nuk është dëshirë dhe as përzgjedhje, por është obligim për çdo njeri. Dhe na premtoi për të gjë shpërblime të mëdha. Dhe në të njëjtën kohë na kërcënoi dhe na paralajmëroi me dënim të fortë për atë që refuzon dhe kundërshton ti nënshtrohet Zotit të tij. Allahu na ka vendosur në këtë botë jo për të qëndruar për gjithmonë, por për të kaluar një kohë apo një sprovë të shkurtër drejt një jete që nuk mbaron. Shpesh njeriu sillet sikur dynjaja është shtëpia e tij e përhershme. Ndërton, mbledh, planifikon, konkuron, shpenzon, shqetësohet për pasurinë, shqetësohet për pozitën, për emrin e tij e tjerë. Por harron pyetjen më të madhe: çfarë kam përgatitur për ditën kur do ta lë të gjithë këtë? Allahu i lartësuar në Kur'an thotë: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Dijeni se jeta e kësaj bote është vetëm lojë, dëfrim, zbukurim, mburrje mes jush dhe përpjekje për të shtuar pasurinë dhe fëmijët. Ky ajet kuranor sa qëndron tek gjithë secili nga ne, sa qëndron sot tek njeriu në përgjithësi. Fëmia pret të rritet, i riu pret të martohet, dhe i martuar i pret të pasurohet, dhe i pasur i përpret dhe planifikon që të bëhet akoma dhe më i pasur. E njeriu i moshuar dëshiron të kthejë rinin e tij. Por vjen një ditë, ajo ditë që nuk e kishte planifikuar, apo që e mendon të largët për të, gati të paarritshme për të, dhe që është takimi me melekun e vdekjes. Dhe në ato momente kur takohet me të, askush nuk pyet dhe nuk mendon për pasurinë e tij, për të ardhurat e tij, për llogaritë bankare që mund të ketë, por pyetja e tij e vetme është: çfarë kam dërguar përpara vetes? Prandaj, o robi Allahut, mos u mashtron nga bukuria e dynjas, sepse Zoti yt të ka paralajmëruar për këtë gjë: wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jeta e kësaj bote nuk është vetëse kënaqësi mashtruese. Pra ka kënaqësinë e saj, por ai kënaqësi, ajo lumturi, ai dëfrim është mashtrim, është i përkohshëm. Dynjaja të buzëqesh sot dhe nesër ajo të lë, sot ecën mbi tokë, nesër të mbajnë mbi supe,
Sot ti viziton varrezat, nesër të tjerët do të vizitojnë ty. Sot ti fal namazin për të vdekurit, nesër mund të falin namazin e xhenazës për ty. Sot ke mundësi të pendohesh, të kthehesh tek Zoti yt, të largohesh nga gjunahet, të plotësosh mangësitë. Nesër mund të mos kesh më mundësi. Allahu i lartësuar në Kur'an thot: Hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kur ndonjërit prej tyre i vjen vdekja, ai thot: O Zoti im, më të the. Më të the. Pse? Që të shtoj pasurinë, që të shijoj dëfrimet e dynjas në maksimum? Jo. Më të the që të bëj vepra të mira në atë që lash pas. Kjo është dëshira e vetme. Të ishte nga muslimanët, nga të bindurit ndaj Allahut, nga të nështruarit ndaj Tij. Kjo është dëshira e vetme në momentin që po largohet përfundimisht nga kjo botë, me një largim që nuk ka më kthim pas për askënd. Dhe cila është përgjigja që i vjen nga Zoti i tij? Kalla, kur nuk do të ketë më një kthim për ty. Pra kur nuk do të kesh më mundësi të përmirësohesh, të pendohesh, të kërkosh falje, të bësh më shumë vepra të mira, të plotësosh namazet që të lënë mangët. Nuk ka kthim. Nuk ka një namaz tjetër. Nuk ka një mundësi tjetër për të kërkuar falje. Nuk ka një ditë tjetër për të bërë mirë që të kënaqësh Zotin tënd. Prandaj o robi i Allahut, mos prit vdekjen që të fillosh të jetosh për Allahun. I dërguari i tij alayhi salatu wassalam thot: Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Në këtë botë sikur të jesh i huaj ose kalimtar. Kështu konsideroje dynjan. Ky të jetë raporti yt me dynjan. Jo thjesht ta dish, por edhe ta ndjesh me bindje që qëndrimi yt në këtë botë nuk është i përhershëm. Ajo kënaqësi të cilën po përjeton nuk është e përhershme, por edhe ajo dhimbje, ai shqetësim dhe hall nuk është i përhershëm. Dhe Ibn Umari radiallahu ta'ala anhu ka thënë: kur të dhihesh, mos e prit mbrëmjen, e kur të ngrysesh, mos e prit mëngjezin. Pra mos i jep vetes shpresa të gjata, të cilat nuk mund t'i arrish kurrë, shpresa të cilat të mashtrojnë dhe të hedhin akoma dhe më thellë në humnerën e gjunaheve. Shfrytëzoje shëndetin para sëmundjes dhe jetën tënde para vdekjes. Sa njerëz u zgjuan dje, por nuk u zgjuan sot. Sa njerëz thanë, do të ndryshoj nesër, por e nesërmja për ta nuk erdhi më kurrë. Sa njerëz planifikuan për 10 apo edhe më shumë vitet e ardhshme dhe nuk përfunduan dot as ditën e këtij planifikimi. Dynjaja nuk është e keqe, por mashtrimi ndaj saj apo me të është i rrezikshëm. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Robert Allahut, përsa i përket asaj që tham,
duhet të dimë dhe të mos keq kuptohemi, Islami nuk na urdhëron që të braktisim punën, familjen, pasurinë dhe jetën, por na mëson që dynjaja të jetë në dorën tonë, jo në zemrën tonë, sepse pasuria në dorë është mirësi, por kur hyn në zemër bëhet sprov. Shtëpia është mirësi, por kur bëhet më e rëndësishme se namazi është rrezik. Familja është mirësi, por kur të largon nga Allahu bëhet testim. Allahu i lartësuar në Kur'an na drejtohet dhe na thot: Ja eyyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. O besimtar, mos t'ju largoj pasuria dhe fëmijët tuaj nga përmendja e Allahut. Çfarë do të mbetet nga ne pas largimit nga kjo botë? Çfarë do të lë pas gjithë secili nga ne kur të largohet përfundimisht nga kjo botë? Kur të vdesësh, njerëzit do të lajnë, do të qefinosin, do të vendosin në varr dhe më pas do të largohen nga ty, secili në angazhimet e tij, secili me gëzimet, hallet e tij. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thot se të vdekurin e përcjellin 3 gjëra: familja, pasuria dhe veprat e tij. 2 prej tyre kthehen dhe vetëm njëra mbet me të. Kthehet pasuria, kthehet familja, dhe mbet në atë varrin e tij të ngrush me të vetëm ajo që ka vepruar, e mirë apo e keqe. Dhe Hasan el Basriu, Allahu mëshiroft, ka thënë: O biri i Ademit, ti nuk je vetë se disa ditë, kur kalon një ditë, ka ikur një pjesë nga jeta jote. Pra ajo datë që kaloi e djeshmja nuk është thjesht një datë në kalendar, por një pjesë e jetës tënde që nuk kthehet më kurrë. Allahu nuk na kërkon që të jetojmë pa gëzim, por të mos harrojmë pse jemi këtu. Prandaj qesh, gëzohu, por mos e harro Allahun. Puno, por mos e harro namazin. Pasurohu, por mos e harro zakatin. Ndërto shtëpi në dynja, por ndërto edhe një tjetër me veprat e tua në xhenet. Rritë fëmijën, gëzoj atë, por mësoje të njoh Allahun. Kujdesu për trupin, por mos e lër shpirtin të vdes, sepse njeriu mund të ketë gjithçka në këtë botë e asgjë në ahiret. E mund të ketë shumë pak në këtë botë, por mund të jetë shumë i pasur në ahiret. Allahu i lartësuar thot: "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz, wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur." Kushdo që largohet, shpëton nga zjarri dhe futet në xhenet, ai ka fituar. Jeta e kësaj bote nuk është vetë se kënaqësi mashtruese. Pra ky është suksesi i vërtet, të shpëtosh nga dënimi i Allahut dhe të hysh në shpërblimin e tij të përhershëm dhe të paimagjinueshëm. Jo sa para mblodhe, jo sa njerëz njohë, jo sa i famshëm u bëre, jo sa makina ke, jo sa shtëpi apo prona apo llogari bankare që ke. E lutim Allahun Azza wa Jall ta forcoj besimin në zemrat tona, ti pastroj ato nga lakmia dhe dashuria për dynjan, na japi neve sukses në vepra të mira, na i fali gabimet dhe mangësitë tona, na bëj neve nga banorët e xhenetit, na ruaj nga dënimi i zjarrit, na japi nga begatia, mirësia, dhurimi i tij, mirësi në këtë botë
dhe mirësi edhe në ahiret. Të na lehtësoj neve me mëshirën e tij llogari në ditën e gjykimit. Na imbuloj në atë ditë gabimet tona dhe të mos na turpëroj përpara krijesave të tij. Na japi neve sukses në përgjigjet e pyetjeve të varrit dhe t'i bëj varret tona kopshte nga kopshtet e xhenetit. E kur të largohemi nga kjo botë, ai të jetë i kënaqur me ne dhe ne të mbuluar nga mëshira, falja e tij. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim